أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu, ndërsa salatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtar, lutja e cila adresohet tek Allahu I madhëruar nënkupton varshmërinë që njeriu ka nevojë për Zotin e madhëruar dhe pa fuqinë e vetveteve tona. Lutja, të nderuar besimtar, është shprehja më e qartë e një besimi të sinqert. Allahu e përmend lutjen teksa flet për agjerimin. Tek ajetet e agjerimit, Zoti I madhëruar përmend lutjen duke thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kur të pyet robi im për mua, thuaj se unë jam afër. Ujibu da'wata da'i idha da'an. I përgjigjem lutjes sa atij I cili e lut Zotin e madhëruar. Falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu tha, le t'i përgjigjen thirrësime dhe le të më besojnë mua për të qenë në rrugë të drejtë. Në këtë ajet Allahu I lartësuar nga adresimi I agjerimit mbi besimtarët në përgjithësi, kalon në adresimin e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam për t'u treguar besimtarëve se Allahu është afër dhe çdo kush I cili dëshiron për të gjetur prejhen në këtë botë duhet të adresohet tek Allahu I madhëruar, ku ai I përgjigjet lutjeve të cilat I drejtohen atij. Po në këtë kontekst të këtij ajeti, besimtarët e gjejnë se Allahu I madhëruar është afër në pyetjen të cilën ju adresoheshte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Zoti a është afër apo larg që ata të thrasin besimtarët. Aspekt tjetër I manifestimit të afërsisë së Allahut është se Zoti I madhëruar di gjithçka për neve. Ai di se çfarë themi I hapur dhe çfarë themi me fshehtësi. Ai di edhe sekretet më të thella të njerëzve që kanë në brendësitë e tyre. Allahu I madhëruar në Kur'anin famëlar thot: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Allahu I madhëruar thot: ne e kemi krijuar njeriu dhe ne e dim se ç'përshpërit ai në shpirtin e vet. Dhe Zoti I madhëruar tha: ne jemi më pranë tij se sa damari I qafës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu zemërohet me ata të cilët nuk kërkojnë nga ana Allahut të madhëruar, nuk I lutën Zotit të madhëruar. Ai bekuar gjithashtu thoshte: lutja është më e madhja e adhurimeve. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se lutja jo vetëm që është forma më e mirë e adhurimit, por se ajo përfshin të gjitha llojet e tjera të adhurimit. Pas kësaj deklarate, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allahu I madhëruar ka thënë: "Lutuni mua sepse unë do t'i përgjigjem." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tutje thoshte: "Më kopracët ndër njerëzit janë kopracët në të përshëndeturit me selam, në të përshëndeturit njerëzve me selam. Më të paaftët, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë njerëzit me të cilët janë të pakët në adresimin e lutjeve tek Allahu I madhëruar." Në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sa herë që një musliman I drejtohet Zotit me lutje, Allahu ose do t'ja jap atë, ose do atë që kërkon, ose do t'ja largoj atij një të keqe në përpjestim me atë që kërkon." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar në një hadith kutsi se Allahu I madhëruar thot:
unë jam ashtu siç robi im mendon dhe jam afër ti kur ai më thret. Për të nderuar vëllezër, besimtarët duhet që Zotit të madhëruar t'ju lutin e pikërisht në këtë muaj, sepse Allahu është afër dhe i përgjigjet lutjes së atyre të cilët luten tek Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Andaj edhe lutja ka etikën, edhe lutja ka kohën dhe rrethonat e veçanta ku ne duhet t'i adresohemi Allahut me lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Më afër robërve të tij, Allahu është në orët e vona të natës." Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, po gëzuat mundësi që t'jeni në mesin e atyre të cilët e përkujtojnë Allahun, por në këtë kohë përkujtojnë Zotin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç në këtë moment, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jeni në sejdë, luteni Allahun sepse ka të ngjallë që lutja juaj të ju pranohet. Gjithashtu, tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, duke treguar për kohën dhe rrethonat e cilët duhet të bëhet lutja, tha: kur bëhet thirrja për namaz, hapen dyert e xhenetit dhe lutjet gjejnë përgjigje. Gjithashtu, lutjet të cilën ne e bëjmë duhet që të zgjedhim ashtu siç na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na treguar kështu: asnjë lutje nuk refuzohet midis thirrjes së parë, që është ezani, dhe thirrjes së dytë, që është ikameti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutjet ndërmjet thirrjes së parë dhe thirrjes së dytë për namaz gjejnë përgjigje apo Allahu do t'i pranon, prandaj luteni Allahun në këtë kohë. Për kohëve të tjera të nderuar besimtar, ku Allahu i pranon lutjet dhe na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ora e fundit para perëndimit të diellit në ditën e xumah. Tha pejgamberi jon i dashur Muhammed Mustafaja, ka 12 orë gjatë ditës së xumah, në njërin prej tyre po i kërkoj Allahut diçka, cili do musliman, ai do të gjej përgjigje. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kërkojeni atë çdo çast e gjatë orës së fundit përpara perëndimit të diellit. Pra janë kohët të veçanta të nderuar vëllezër besimtar, ku neve na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur duhet t'i drejtohemi Allahut me lutje. E një ndër ta është edhe kur besimtari udhton. Tha Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, 3 lutje gjejnë përgjigje padyshim, apo 3 lutje nuk kthehen mbrapsht. Lutja e prindrit, ajo e udhëtarit, dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, atij të cilit i është bërë padrejtësi. Dhe tha i dërguar jon duke na mësuar se kur duhet bërë lutje, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, janë 3 njerëz të cilëve lutja nuk ju refuzohet. Tha agjëruesi deri në kohën e iftarit, sundimtarit të drejtë dhe atij të cilit i është bërë padrejtësi. Pra të nderuar vëllezër besimtar, kjo ishte ajo e cila besimtari duhet të di rreth asaj se çka duhet të lutemi dhe se Zoti i madhëruar është ai i cili ka thënë se unë jam afër juve në çdo moment kur ju më luteni mua, dhe ne e mësuam se cilit ishin kohët dhe momentet e veçanta të cilët na i përkujtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që besimtarët të gjejnë përgjigje dhe të gjejnë gjithmonë prehje në momentin që besimtarët i luten Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu me përgjërim. Walhamdulillahi rabbil alamin.